Shikues e televizionin Skan, mirë mbrëma, mirë se vinë në Pros and Cons ku takohemi së bashku, si çdo të hënë. Tokat bujqësore në Shqipëri do të jenë zyrtarisht në shitje për të huajt. Ministria e Bujqësisë ka hartuar një projekt ligj që synon të rregullojë të gjitha procedurat dhe t'i lehtësojë ato për shitjet e tokave bujqësore tek persona fizik apo juridik të huaj. Në total janë 125.000 hektar që janë toka shtet, por ligji nuk kufizohet vetëm tek tokat shtet, por ndërhyn edhe tek ato që janë me dokument pronësie. Qëllimi është të nxiten investimet në sektorin bujqësor, por cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e këtij projektigji. Për të diskutuar, kam të ftuar profesor doktor Adrian Dolko, ekspert i bujqësisë. Mirë se erdhësh, kënaqësi. Faleminderit. Dhe zotin Gjin Sylla, avokat, mirë se erdhësh, kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi. Ndalemi tek pros and cons sa i takon këtij projekt ligji. Tek pros apo avantazhet, përmendim thithjen e investimeve të huaja në bujqësi, futjen në përdorim të tokës së lënë djerë, si dhe zhvillimin e ekonomisë rurale. Tek disavantazhet mund të përmendim një efekt zinxhir në rritjen e çmimeve të tokave në Shqipëri, humbje të kontrollit mbi tokën, si dhe dobësimin e fermerit vendas. Por nëse qëndrojnë apo jo, do ta elaborojmë gjatë diskutimit me të ftuarit në studio. Profesor, një projekt ligj i ri për menaxhimin e tokës bujqësore, duke le të themi hapur një treg për të huajt. Cilat janë avantazhet e disavantazhet në tërësi? Ta shkojmë pak në makro dhe pastaj do t'i marrim nenet një për një. Tregtimi i tokës është një nga edhe kriteret që ne kemi për integrimin e plot në Bashkimin Evropian. E kemi firmosur si shtet që me marrëveshjen e stabilizim asociimit, pra për të hapur, për të lejuar qarkullimin e lirë të kapitalit. Ku përfshihet toka bujqësore? Edhe toka bujqësore është kapital, në fundit, mund të kthehet në kapital, mund të kthehet në investime për të huaj. Pra, ne kemi një detyrim në fundit për të integruar në be. Nga kjo anë dhe hapja e tregut. Në kjo anë nuk kemi çfarë bëjmë. Sigurisht duhet bëjmë, por si kanë vendet e Bashkimit Evropian, se kjo është tani gjithë. Të gjithë vendet e kanë të hapur, por kanë sankcione pastaj. Kanë restriksione, pra, që çojnë ligjin në atë ulli që intereson vetë vendis dhe se cili nga vendet e Bashkimit Evropian i ka të gjithë gjërat të ndryshme, praktikat janë të ndryshme. Po, sipas vendit, sipas specifikave të çdo vendi. Pra, çështja ke ne nuk qëndron vetëm hapja apo së mbyllja. Se do ta diskutojmë dhe avokati mund ta diskutojë më mirë sepse i njeh më mirë sektorit i tij. Çështja është sa i shërben prodhimit bujqësor, kjo nis me re. Se ne mund gjejmë mënyra, siç ka gjetur BE, dhe t'i përshtatemi, jemi dakord me atë. Sepse s'kemi çfarë bëjmë, do të integrohemi. Dhe Bashkimi Evropian ka pengesat e tyre, mënyrat e tyre që se si e sjell, se si të çon tek toka bujqësore, pra për investimet e tokës bujqësore. Çështja është, cilat janë ky ligj, ai zgjidh në një nga sfidat që ka bujqësia sot shqiptare. Si mendoni ju, profesor? Është një gjë e mirë, sinqerisht, që Ministria e Bujqësisë dhe Qeveria shqiptare mendon për të ballafaqur me sfidat që ka bujqësia shqiptare. Sfida e parë, më e madhe që ne kemi është fragmentarizimi i tokës bujqësore. Ne kemi 1.2-1.4 hektar. Mesatarisht për frymë. Për familje. Për familje, më fal. Për familje fermere, po dhe më e keqja është se këtë e kemi në 3 deri në 5 pjesë. Në zona të ndryshme. Ky ligj nuk e di se sa kontribon në këtë pikë. Pra, kjo pikë, ke titujt e pronësisë, ke çështjet e problemeve që ka, është e para. E dyta, gangrena e bujqësisë shqiptare, ashtu si dhe në disa deg tjera të ekonomisë, po sidomos në bujqësi, është emigracioni. Pra, ne sot kemi vetëm 5 deri në 7% fermave bujqësore që janë në moshën, do më titulari i fermës, që është në moshën 35 vjeç. Pra, ne kemi shoqëri të plakur në zonë rurale. Dhe ferma të tilla. Në ferma të tilla. Ky çfarë na zgjidh? Duke sjell këtë pikë. Pra, hapja e tregut, ne tregu nuk është se na pengon për të zhvilluar bujqësinë. Por a e zgjidh realisht problemin? A i zgjidh problemet apo jo? Dhe unë do të thoshe një gjë tjetër. Ne kemi sot ligjin e të drejtës dhënies me qira, dhe qeveria ka dhënë toka me qira, ka dhënë me afat shkurtër, me afat mesëm dhe afat gjatë. Afatet e gjatë është deri në 99 vjet. Pra, dhe afatet e shkurtër janë nga 5 vjetë deri në 99, me 30 vjeçar dhe 50 vjeçar, dhe ka sipas aktivitetit bujqësor që do ushtroj çdo fermer. Këtu nuk përjashtojnë as tuajt në këtë pikë. Pra, tuajt nuk kanë pasur pengesë juridike për të ardhur për të investuar. Se 99 vjet thot vetë, domethënë ligji. Çështja është,
Çfarë do zgjidh në këtë drejtim kjo gjë? Mirë, më qëndru aty se do t'i marrim një për një nëse do i zgjidhi apo nuk do i zgjidhi hallat të thonë ato bujqësisë shqiptare. Të kaloj pak te avokati. Ju merreni me çështjet e pronave në mënyrë të vazhdueshme. I dini konfliktet, problematikat, çfarë ndodh. Më thuaj një herë nga pikpamja e përgjithshme. Si erdhi tek ju ky projekt ligj juridikisht, si mund na interpretoni, me avantazhe apo me disavantazhe? Elisabeta, kemi fatin e mirë se dhe si studio jemi përballë drejtorisë kufirit të emigracionit në Leprakë dhe kemi të bëjmë pothuajse me përditshmëri me të huajt. Të huajt klientët tanë realisht na kanë kërkuar tokat edhe bujqësore dhe jo bujqësore për investime strategjike. Ky ligj mendoj në pikpamjen time dhe në vlerësimin tim se legjislacioni i njëtë të huajt mundësinë e marrjes së tokës me qera, si që tha dhe profesori për 99 vjetë. Por debati problematik për pronat shqiptare haset që në vitin 1946 me reformën agrare, pastaj me mbi vendosjen e aktit të shpërndarjes së tokës në pronësime 7501, i cili është një problematik tjetër që hasën në konflikte procesave gjyqësore të përditshmërisë. Për i ligji duhet të shikuar në dy plane për mendimin tim. Pra, investimet e huaja janë të pritura pa diskutim, por me kujdesshmëri dhe zhvillimi ekonomik në interesin edhe mbrojtjes kombëtare. Më kupton, pra, gjithë situata ose meraku i mbi këtë projekt ligji është tjetërsimi i pronës. Në rastin i huaj vjen edhe pajiset nëpërmes këtij ligji përfiton 2 ose deri në 2 hektarë në një njësi administrative dhe në 200 hektarë në të gjithë territorin e deri në 30 hektarë deri në 30 hektarë në gjithë territorin e Shqipërisë, në moment që ky pajiset në certifikatën e pronësisë i linë drejta për pjesën e tjetërsimit. Ne nuk kemi merakun të testimi i shtetasve të Bashkimit Evropian, për shembull siç mund të jetë Italia ose vendet mike që kemi, por problematika është që këta mund të tjetërsojnë të vendet jo mike, po i themi. Jo mike me Shqipërinë. Jo mike me Shqipërinë, pra mund të jenë edhe rrezik kombëtar. Pavarësisht se ligji thotë që është studiuar për dhënien e zonave të caktuara se mos përbëjnë cënim për rendin dhe sigurinë publike. Por neve si Shqipëri nuk na mungojnë ligje, por na mungojnë zbatimi i tyre, pra kontrolli ose koordinimi i vazhdueshëm i institucioneve për të kontrolluar më pas. Se në moment që ti si shtet shqiptare, pajis me titullin e pronësisë, ai pastaj të godet në vendim gjyqësor, qoftë gjykatat shqiptare, qoftë gjykatat ndërkombëtare, se është pronar i palujtshëm. Plus këtyre për mendimin tim, shteti shqiptar duhet të rregullojë ligjin për legalizimet e banesave të ndërtimeve informale, për regjistrimin AMTP-ve që janë akoma vazhdojnë me AMTP, por kanë një mbivendosje të jashtëzakonshme ose me ato të trashëguara ose me të përfituara me aktin e marrjes së tokës në pronësi, sa hasin probleme me regjistrimet. Dhe realisht ne kemi nga rastet më ndryshme në gjykatën administrative për korrigjimin e hartës kadastrale, se ka postime, ka problematikat nga më ndryshme. Në rastet si projekt ligj, vendosëm dhe këtë tuajt, mendoj se konfliktet gjyqësore krijohen jashtëmase dhe ndikojnë jashtëmase në procesin gjyqësor. Son konfliktet gjyqësore. Profesora, është kjo që thot avokati domethënë një nga shqetësimet kryesore për tjetërsimin e tokës bujqësore. Pra ne vim, i ftojmë të huaj të blejnë deri në 2 hektarë. Unë nuk e di se sa është kjo masë vendosur për ju në këtë vështrimin tuaj, a bën diferencë të marrësh 2 hektarë për një investim në sektorin e bujqësisë, është pak si hapësirë? Dhe pastaj a rrezikon tjetërsim kjo tokë, nëse ky i huaj pajiset me certifikat pronësie? Unë do të shikoj një këndvështrim tjetër të pajises me certifikat pronësie. Çfarë ka ndodhur këto 30 vjet që jemi? Kemi pas toka bujqësore ngjitur me Bregdetin. Janë tjetërsuar, janë ndërtuar. Tani nuk ekzistojnë më toka bujqësore, po janë ndërtuar. Dhe shikoni, kanë kaluar në tokë truall. Ka kaluar truall. Shikoni, vlerën e tokës bujqësore në thellësi, në lushje, në plug, në zona të tilla bën 5 euro, 10 euro metri katror. Në ato zona bën 200. Po. Tokë bujqësore është. Po të ishte nga karakteristikat bujqësore, duhet kishte vlerat të njëjta ose do të krahasoheshin me vlerat e kapacitetit prodhues bujqësor. Nuk krahasohet me këto vlera, po krahasohen me gjëra tjera. Pra, ka një risk të tillë. Nga aspekt të dalë ka ajo që pyetët ju, ke efektiviteti në 2 hektarë
në një bashki, sepse kështu thot projekt ligji, në një bashki deri 2 hektar i lejohet. Dhe për një kompani, pra, në një bashki 2 hektar dhe investitor dhe 30 hektar në të gjithë Shqipërinë. Po pra, marrim një investitor. Pra, ky investitor mund të shtrihet në të gjithë Shqipërinë, por jo më shumë se 2 hektar në një bashki. Shiko, efektiviteti është kur jenë dhe një ndërmarrje, kur është në një të vend. Se po flasim për bujqësi, dhe nga ky 2 hektar, aktiviteti më i mirë, po themi serat ose ndërtimet. Çfarë mund bësh të 2 hektar? Mund bësh. Mund bësh. Por që të kesh efektivitet shumë të madh, ekonomik, me kushtet e sotme, me tregun e sotme, me çmimet e sotme, është mjaft e vështirë. Ne po e shohim vetë fermerët tonë, me atë ferm aq të vogël që ka, po emigrojnë. Një nga arsyet është kjo. Dhe shikoni, zonat më të varfra në Shqipëri janë zonat rurale. Dhe është fakt. Pra, dhe gjithë prandaj po ikin. Pa desh të ndërprej profesorin, po mendoj që cënon edhe interesin e fermerëve shqiptarë. Jashtëzakonisht kemi fermerët shqiptarë kanë goxha prodhime dhe shteti nuk përkujdeset, po I themi për konkurrencën ose për konkurrencën e tyre. Dikon jashtëmase. Po ashtu pastaj se profesori mund të di edhe më mirë nga pjesa e bujqësisë, siguria ushqimore. Siguria ushqimore është tjetër problematik pastaj. Po ata mund të thonë që ne sillim standard për shembull te siguria ushqimore. Atëherë, hajde ta diskutojmë për planin e biznesit pastaj. Po marr një shembull që jemi kjo. Hungaria, si e ka sot Hungaria? Cili është modeli Hungarisë? Modeli Hungarisë lejon që gjithë vendet e BE-s e lejojnë, por kanë bërë pengesat e tyre. Ka bërë një pengesë të tillë që ti mund vish të investosh, po duhet kesh teknologji të re. Pra të sjellësh një risi në bujqësinë e vendit. Hajde ta vëmë ne I themi vetëm të ketë eksperiencë në bujqësi. Do të ketë qenë 3 vjet. Çfarë duhet eksperienca në fund të ditës? Ai mund të jetë një investitor që mund mos ketë eksperiencë, por mund të punësoj 5 agronom dhe 5 ekspert bujqësie shumë të mirë dhe mund ta bëj për shkak. Në vendin tim, në zonën time, unë duhet të më sjellësh një teknologji, një risi që ta kopjojmë, pra një inovacion, që këtë inovacion ta marrin dhe fermerët e tjerë për hapet ke zonë. Fundit, cili është qëllimi I efektivitetit të bujqësisë? E tham atë, është një mirë që duhet bërë dhe një detyrim, në fundit Bashkimit Evropian do ta bëjmë. Hajde ta bëjmë, po ta bëjmë me masat që duhet bërë. Pra, për ta përmbyllur këtë pjesën, 2 hektar mendon që nuk është shumë pak. Është shumë pak. Apo është bërë thjesht për të qenë dakord me Bashkimin Evropian dhe për ta mos e nxitur realisht si investim. Jo. Këtë nuk e di. Por është shumë pak si për të bërë një investim që të ketë një efektivitet në një zonë të caktuar. Në këtë drejtim. Okej. Më fal. Shumë vende kanë 5 hektar. Jo më pak se 5. Jo më pak se 5. Dhe vjen barierat tjera mbrapa që të lidhen, që detyrojnë që ti të investosh dhe të qëndrosh atje. Ka strikt, për shembull, dhe unë mendoj që një nga arsyet ne mund të marrim modelin danez, që ka, nëse ti do blesh, sepse po marrim Danimarkën. Danimarka është një shtet I vogël, I rrethuar nga shtete me zhvillim shumë të madh ekonomik, pra vendet skandinave, Gjermania, Hollanda, Beneluxi dhe me radhë, e ka vënë që nëse ti do blesh tokë bujqësore, duhet banosh në fermën tënde. Edhe pasi? Po, mbasi ta kesh blerë, të vish të banosh aty. Po. Hajde ta bëjmë dhe ne. Ai huaj që do të vi, le të vi të banojë. Po, pra në këtë rast, po nëse bëhet ky model që propozon profesori, prap ka kontroll dhe a mund ta mbash ti me zor atë të huajin që të banojë aty dhe nëse vendoset në ligj? Kjo është ideja, sepse të huajt mund vinte të bëjnë edhe leje qëndrimi qoftë edhe efektive. Mund bëjnë leje qëndrimi. Mund bëjnë edhe qoftë edhe efektive. Dhe organizmi I shtetit për të plotësuar atë kriterin. Për të monitoruar do të jetë jashtëzakonisht edhe koordinimi në sesioneve përkatëse shtetërore mbi këtë subjekt. Për shembull, emigracioni mund të marret me efektivitetin e lejes qëndrimit, po I themi kadastra për dhënien e titullit të brendësisë, apo Ministria e Bujqësisë, po I themi për pjesën e prodhimeve bujqësore. Por a mund ta mbash të sigurt? Nuk mund ta mbash. Kam përshtypjen sepse cënon liritë themelore, pastaj se ti s'mund ta mbash një individ të huaj të lidhur. Por drafti sankcionon edhe një kohë për 7 viteve pas antarësimit të Bashkimit Evropian, siç thotë. Kur mund të hyjë fuqi, merr fuqi ligjore, po. Tani, në rast se organet ligjzbatuese, po themi të drejtorisë kufive të emigracionit, e kanë monitoruar se për 5 vjet ka qenë I rregullt me zhvillimin e planit të biznesit për prodhimin e bujqësore, patjetër se mund ta suportoj. Por problem, mendoj, lind të pjesa e bazës së punëtorëve. Ne në tregun e ndërtimeve, pothuajse, ose të gjitha bizneseve, Shqipëria ka filluar po merr shumë të aziatik. Filipines. Pra, theksoj me vendëshmëri të jashtëzakonshme se nuk është
për ne nuk është interes në rast se mund ta blejnë shtetas italian, zvicerian apo australian apo amerikan. Dhe drafti I ligjit para këtë në asaj lexova ta shikova unë me vëmendje ishte se nuk jep të përfundimin e titullit të brendësisë, po themi te kush shtet mund të përfundojë. Pra, shteti mund të japë shtetet e nëse mund të jetë në Europë, për promovuar lëvizjen e lirë të kapitalit brenda në Europë, po, e vërtetë, është e vërtetë. Por në moment ky evropiani mund ta tjetërsojë te australiani apo te amerikani, pra mendoj që duhet të jetë shumë herë më I qartë. Pra po thuaj që në këtë gjë duhet saktësuar që kjo pronë duhet të qëndrojë le të themi brenda shtetasve që janë në Bashkimin Evropian. Ashtu siç e përmendni edhe profesori, Franca për shembull ka agjenci shtetërore që kontrollojnë seksionit mbi tokat bujqësore të jashtëzakonshme. Hungaria dhe Polonia për shembull kanë kufizime të forta për blerjen e nga të huajt. Danimarka ka kërkuar një vend me kushte të përdorimit të domosdoshme. Greqia ka vendosur kufizime në disa zona të caktuara. Pra ai s'mund të marrë në zonën afër bregdetar, po I themi për zhvillimin e tokave bujqësore dhe pas 10 vjetëve ose 15 vjetëve të bëjnë ndryshimin e destinacionit nga tokë bujqësore të bëjë nëpërmes ndryshimit të tokë truall që I jepet mundësia të ndërtoj. I kishim ne disa kufizime, por nuk ishte bregdeti këto. Se ishin disa kufizime ligjore në ligj, por nuk ishte specifikuar. Ndoshta ai është për konsultim publik dhe do diskutohet. Unë në vlerësimin tim është për njëjta gjë si me shpërndarjen e AMTP-ve të 91-shit, pra, se toka ju jep të fermerëve për të prodhuar bujqësi. Por realisht regjistruan, morën titullin e brendësisë dhe nuk regjistruan bujqësisë, për vetëm se e kanë djerë. Por edhe në zonat bregdetare unë ju rrit vlera, zonave... Edhe dhanë për truall ndërtimi, e tjetërsuan. Po do ta pyes pak profesorin. Tani, ne kemi diskutuar në emisionin e parë bashk para një viti për reformën e tokës. Kjo gjë, a mund të konsiderohet si një sinjal për reformën e tokës, për vënien në shfrytëzim të sipërfaqeve që sot janë tokë shtet dhe janë djerë, janë të pashfrytzuara, janë rreth 125.000 hektarë. Kjo është gjë e drejtë shumë. Ne kemi një sasi të madhe tokë djerë. Një nga problemet mëdha që ne kemi sot është ulje e efektivitetit ekonomik të tokës bujqësore. Nuk kemi prodhim, praktikisht. Kemi prodhim shumë të ulë. Nuk konkurojmë dot. Në tregurin Bashkimit Evropian nuk konkurojmë, po me raste nuk furnizojmë as vendin. Në këtë kontekst, ne duhet bëjmë diçka. Është gjë e mirë dhe unë e di nga brenda, Ministria e Bujqësisë ka iniciativa dhe po mundohet të zgjidhë këtë çështje, pra, se si të lidh fermerin me tokën. Por ky projekt ligj, pra, ardhe një investitori tuaj, më tepër do ta çorientoj disi fermerin, sepse do risi rreziku I spekullimit financiar. Se do vit dikush me lek, pra nuk është I favorizuar Francë, ky vetë fermeri vendas. Pra varet ku je. Pse mos ta bëjmë, siç e ka dhe Italia, ka bazohet ke ligji I reciprocitetit, siç tha dhe avokati, siç e ka Franca. Drejtën e parablerjes e ka fermeri. Pra nëse dikush do të shesë ose shteti do të shesë këtë tokë. Ti jepet drejta parablerjes. Ti jepet drejta parablerjes fermerit vendas, pra ta favorizojnë. Po, ose kompanitë shqiptare. Po pra, shqiptarit pra. Nëse me lejo profesor, vetë 70% e pronarëve që janë pajisur nga AMTP pothuajse e kanë braktisur ata dhe kanë emigruar. Pra vetë ne si shqiptar kemi emigruar dhe në moment që një I huaj vjen për ta marrë aty fshatari po I themi se është I pajisur me AMTP, ja merr me I vlerë shumë vogël. Kam kupton. Dhe për haj mund të shesë, nuk e kufizon. Në moment që e ka bërë regjistrimin, se projekt ligji nuk e specifikon që mund të marrë vetëm tokë shtetë. Jo, është edhe për familje, po do ta trajtoj pak më vonë për pjesën e familjeve, për kriteret, sepse kjo është shumë e rëndësishme, po duhet të mbetesha pak te kjo pjesa e tokës shtet, pra te pjesa që a është kjo zgjidhja e duhur për t'i futur në përdorim. Shiko, çështja është, hajde t'i kthehemi kooperativismit, pra, në bashkëpunimit, pra. Dhe kush bën çfarë? Pra dikush të bëj këtë, dikush të bëj këtë, dikush bëj këtë dhe të kooperojnë gjithë së bashku, siç bëhet kudo. Në vendet e Bashkimit Evropian. Në ta vëmë në përdorim po thua me forcat tona. Për ta kthyer me zonës, pra duhet të shikojmë me strategji. Unë do thosha, përpara se të bëjmë këtë projekt ligj dhe ta miratojmë kaq me ngut, domethënë, po besoj se nuk është me ngut. Edhe është. Urojt. Çështja është, hajde të bëjmë një analizë. Çfarë nuk funksionoi
deri më sot, sepse ne gjithmonë bëjmë një trend, harrojmë t'i kthehemi, të bëjmë një analizë të asaj që kryet. Ne kemi ligjin në fuqi sot të dhënies tokës me qira. Pra, sipërmarrje. Dhe kanë marrë shumë nga investitorë të ndryshëm vendas dhe të huaj, me sipërfaqe nga të vogla deri në sipërfaqe dhe me 100 hektarë. A ka funksionuar gjithë dhe cilë është arsyeja që ne kemi akoma këtë sasi të madhe djerë. Pra, ne kemi nga 700.000 hektarë, kemi mbi 200.000 hektarë që ne nuk i plugojmë. Farë, i kemi lënë djerë. Cilë është arsyeja që nuk i kthejmë dot? Bëjmë një analizë, duhet analiza përpara se të ndërmarrim një hap të tjetër. E kuptoj, dhe para se të vendosen, sepse ka përshtypjen që dhe këto hektarët që janë përcaktuar, që ti mund marrësh 2 hektarë këtu dhe 30 në gjithë Shqipërinë, duhet të dalim bija një analizë të caktuar dhe duhet këtë parasysh rendimenti që mund të ketë një biznes për 2 hektarë dhe çfarë mund të cilë. Ne nuk i kemi parë relacionin për katës. Por do ta shikojmë. Si mirë se mos i vlen edhe i lejnë për ptik. Tani ideja është na sqaro pak avokat, sepse projekti ligji ka disa terma, që është tokë shtetërore disponueshme, tokë pandare dhe tokë private. Pra, një shtetës si huaj, mund të vije të blej edhe tokën në shtet dhe tokën privat, atë që thash pak më parë. Po pra, po tani kjo është toka shtet. Ka individ që kanë disponojnë një tokë. Tokat i kemi edhe të uzurptuara. Të uzurptuara për pra termin e përdorimit. Ai thotë që unë nuk e kam të regjistruar me titullin e rëndësisë në kadastër, por zakonisht e kam të trashëguar që nga viti 1900 para formës agrare. Bukur. Tani, ai thotë që nga ana private, thotë, unë jam pronar i pa tjetër resurshim i tokës. Shteti, ju kam drejtuar kadastrës, të asaj zone përkatësëm, me disa kërkesa, por regjistrimit dhe më ka refuzuar. Ose mungon, për ligji nuk mungon, po është dëshira e tyre pasaj se si mund të veprojnë, po i themi. Por, pjesa me madhe e tokëve se janë shtet, kanë të ndërtuar një ndërtim informal, për pjesën e legalizimeve, po flasëm tani, në raset konkret. Pra, ne i kemi propozuar dhe kadastrës të ministrive për kace, për zinqirët e vogla të truallit, se të jenë me drejt para blerje. Pra, vetë ligji has përplasje. Kupton, pra, vetëm sot që trajtohet me 3 ligje, ose në komunikimet e vazhdueshme, se kemi pas një si studje ligjore me tregomtare derisa kur ti ja shpjegon pjesën e ligjit të mbi vendosjes, thot avokat çapo më thosë, ai se kupton dot. Nuk e kupton. Nuk e kupton dot sepse ai thotë o është pronar shtet o është privat, nuk mund dalë pronari i tretë, nëse është me bazë ligjore tjetër. Po, nuk mund të jetë tokë shteti ndërkohë kanë ndërtuar një privat. 7.501 ke kthimin e investimin në pronave, pra janë të 3 baza ligjore që pretendon pronar. Po si mund ta shesi shteti këtë tokën tani kur aty është një ndërtesë mbi të dhe është një shtëpi? Ai spari duhet të bëj të sistemoj pjesën e legalizimeve, se janë rreth 650.000 objekte të palegalizuara. Ende. Më kupton? Ende të palegalizuara. Pra pavarësisht se është dhënë një urdhër i mbrëmshëm që brenda 2028-s të mbyll procesin e lejet e legalizimeve dhe të vazhdojë një pok tjetër, pra nga investimin tim juridik, përpara se të miratohet ky duhet bëhet ose shfuqizimi i 7.501-shit, ose shfuqizimi i ligjit për lejet e legalizimeve. Pra që ose duhet të mbyllur gjithë procesi i legalizimit. Rastin më të konkret padesh me dramatizuar situatën për ligjin e pronave se të dy mendoshin se kishin drejt, kemi rastin e gjyqtarit të apelit. Ishte i konflikt shumë i hapur për interpretim të rasteve më të ndryshme. Qartë. Po mirë, shiko, do rrithem pra pas publicitetit të këty, se do të pyes dhe për diçka tjetër, te kjo gjë ku jemi. Shkojmë një hapësirë publicitare dhe rikthehemi diskutojmë për projekt ligjin për pronat, për shitjen e tokave bujqësore. Rikthehemi në studio dhe flasim për shitjen e tokave bujqësore, procedurat e reja. Avokat, po përmende pjesën e legalizimeve, por kemi dhe një pjesë tjetër, pjesën e atyre që e kanë të trashëguar tokën e tyre, kanë një MTP, por nuk e kanë në pronësi. Le të themi, i gjithë veriu është kështu. Do me thënë, ata janë në tokën e tyre prej vitesh, por ajo a konsiderohet tokë shtet dhe a ka të drejtë shteti mbi atë tokë të ndërmarri bashkit në këtë rast, sepse atyre është deleguar kjo kompetencë, të ndërmarri veprime për shitjen e kësaj toke? Atëherë, rastet konkrete trajtohen nga ATP-ja, pra Agjencia e Drejtimit të Pronave, po i themi. Në rastin një personi është shpërngulur nga vendbanimi për zhvillimin rural brenda Shqipërisë, po i themi, që ka nga veriu ose nga jugu, që është pozicionuar, po i themi, zonën e Tiranës, ose të Kamzës, ose Vorës, ose Paskuqanit e tjera, po i themi, ka ndërtuar një objekt, ndërtimi informal,
Tani, ligji thotë se ose duhet ketë VKM shpronësimi në rast se toka është me pronar, duhet ketë VKM shpronësimi që ky të shpronësohet edhe të marrë pjesën takuese, po I themi për atë që ka ndërtuar. Atë që ka ndërtuar, por Agjencia e Tjetërsimit të Pronave ka shumë problematika. Mendoj për para që të bëhet drafti për t'i pajisur të huajt me certifikata pronësie, ka shumë vend për të punuar me pjesën e trajtimit të ish-pronarëve. Po I themi. Jo, nuk flasëm për ish-pronarët, po marr kryesisht të veriun. Profesori e di këtë lloj problematike kanë përshtypjen në veri. Ai ka tokën e gjyshit, ka shtëpinë e gjyshit, ka qenë tokë shtet, e ka pasur në përdorim, nuk ka dokumentacion. Në gjykata të godet me bazën e ligjore, ai të thotë fisi im ka certifikat të viteve 1920. AMTP-n, po. Po, ka dhe një AMTP, prandaj është me mbi vendosje. Ajo nuk shitet. Kam përshtypjen se me reformën patjetër se nuk shitet. Jo, nuk shitet. Duhet me certifikat pronësie. Kundër pastaj do të ligji vetëm për to flet. Ato që janë me certifikat pronësie. Okej, pra vetëm me certifikat pronësie. Po to që janë tokë shtet, pra konsiderohet tokë shtet. Shteti po. Tokë shtet. Profesor, bas qaro edhe një herë. Pra, marrim individ, kanë një tokë në përdorim. Nuk e kanë me certifikat pronësie. I gjithë veriu nuk e ka me certifikat pronësie. Mund të konsiderohet tokë shtet pavarësisht se ka një MTP apo jo? Po flitet për këto 200.000 hektarë që janë ndjerë, që I ka shteti dhe I ka shpërndar herë mbas here, ish në bët, tokat përfituara, jo nga ish pronarët, pra përpara 44-s, po të përfituara nga bonifikimi e njërën tjetër, pra që janë pronë shtetërore, pa kontestime. Pa kontestim, pra nuk ka pretendime nga individ. Ta kemi me paketën e maleve, kam përshtypjen se me hartimin e paketës së maleve, pastaj po flet për zonat veriore, profesor. Po mund të ketë në jug. Mund të drejtohet edhe me paketën e maleve, dhe paketa e maleve prapë është motiv konflikti për sëri tjetër. Po dakor, po mos vika kjo pjesë. Ideja është mos I konfuzojmë. Pra, nëse ka një pretendim I tokë, nuk shitet. Nuk shitet. Okej, pra që të gjithë ata që nuk e kanë ato dokumentacion në pronësisë, mos kenë frikë që do t'ju shiten tokat. Kjo është ajo që do të sqaroj. E para nuk shitet me projekt ligji, që është. Pra, nëse ka një pretendim që një tokë është në përdorim, ka një AMTP, edhe pse nuk e ka certifikat në pronësisë, po që në proces ke Agjencia e Kthimit Kompensimit Pronave, nuk preket ky ligj. Nuk ka drejt ta shes kërkush. Pra ngelet. Nëse ka kontestime, nuk preket. Shiten vetëm ato toka shtet që janë të pastra. Dhe shiten ato që një pronar ka certifikat pronësie. Dhe ai pronar që ka certifikat pronësie, pa firmosur të gjithë anëtarët e familjes nuk mund ta shes. E ka projekt ligji. Në këtë aspekt, avokati I di tamam të gjëra dhe shumë mirë për këtë pjesë. Por nuk po flitet në këtë projekt ligj. Ne po flasim çfarë si e sjell në këtë aspektin e shtimit prodhimit bujqësor. A ndikon apo s'ndikon? Dhe a koklavit çështjet e pronës apo jo? Çfarë mund të ketë sjell, nuk e di. Janë sa ishin 443. Mendoj që më konfuzion ligjit dhe futkon ligjin konflikt të vazhdueshëm se sa më të sjellin në rrisi. Nuk sjell problematika. Janë 445.000 familje që të kanë tokë bujqësore që sërish janë objekti I këtij ligji. Pse bën objekti këtij ligji për transakcion? Pse ndërhyr shteti në këtë pikë? Po, me draftin, me hyrjen në fuqi të projekt ligjit dhe draftit konkret, shtetasëve të huaj I linë drejta që t'je blej edhe privatit. Po, atyre që kanë certifikat pronësie. Atyre që kanë certifikat pronësie, dhe ose kanë edhe një AMTP kanë përshtypjen. Se dhe me AMTP, shitin AMTP-ve mund ta bëjnë me akte notariale, pastaj për regjistrim hasin probleme, është gjë tjetër. Se shitet toka me AMTP? Vetëm AMTP shitet dhe shumë pjesë, shumë prej tyre kanë bërë regjistrimin e AMTP-s. Ishte një fazë bllokimi që u bëi testim përpara disa muajve që u bëi verifikim se zonat bregdetare po shiteshin të gjithë me AMTP. Prapë dalim të ndryshimi statusit truallojt. Më kupton, që ai mund të blej për shembull në rast se fillon e blen zemni bashkitë e varfër, zakonisht shikojnë këto të huajt, qoftë në periferi, qoftë nga jugu, qoftë nga veriu, ai mund të marrë 2 hektarë fjalabie në bashkinë e Pukës ose në bashkinë e Librazhit. Por ai mund ta përdorë për shembull për qëllime turistike, nuk mund ta përdorë për qëllimin e humb sensin e përdorimit të bujqësor.
Ai fillimisht mund të prodhoj shege, ose ulli, dhe kjo nuk është përcaktuar të kontroll mbi. Nuk ka një kontroll mbi. Pas gjës. E mira do t'ishte se shtetet të koordinoheshin edhe të ketë i projekt plan edhe të vije me projekt planit të ketë edhe disa pika. Tani, në rastin e shties që kur toka ka një certifikat pronësie nga një familje, do duhet që patjetër të gjithë pjesëtarët e familjes ta përpjestojnë një herë pasurinë, se mund të jenë për shembull 4 vëllezër, njëri do ta shesi, tjetri nuk do ta shesi, si funksionon kjo historia? Ne kemi këto problematikat e tjera se nuk bie në një mendje shqiptare. Ne kemi si avokat kemi as problematika gjyqësore në pjesën e zgjedhjes së martesave. Dhe kur zgjedhja e martesave, prona është përfituar me AMDP, po s'kanë qenë shumë qartë. Dhe pronari ose bashkëshortja shet pasurinë e bashkëshortit pjesën takuese të bashkëshortit ose të bashkëshortes, se nuk e ka të regjistruar, pra ti ke një AMDP, e ke në bazën e një burimi ligjor, por nuk e ke të regjistruar në kadastër, më kupton? Po, dhe si funksionon mund ta shesi? Ka pas raste që i ka kaluar edhe noterja, ne kemi kërkuar pavlefshmërinë e akteve notariale pa diskutim. Po ky projekt ligj e saktëson këtë pjesë që duhet pra, domethënë, i parandalon abuzime të tilla? Mendoj se vetëm me certifikat pronësie. Mendoj se vetëm me certifikat pronësie pa diskutim, por dhënia në gjykatën administrative vetëm ditë të fundit e dashur Elisabeta dhe profesor, po shqyrtojmë korrigjimin e hartave kadastrale për rrugë, për taraca bujësore që janë të ndërtuara pastaj që hasin problematike me pjesën e rrugës. Pra, përmes ligjit të lejes legalizimit, ai ka marrë 300 metra truall, po 300 metra truall ai ja ka dhënë përpara rrugës. Ti aplikon në njësinë administrative për kacet, njësia administrative për kacet të thotë që nuk është rrugë, nuk i përket rrugë, dhe sa konflikti në terren vazhdon të jetë shumë... Çështja e tokës bujësore është më esenciale. Profesor, po e lexoja këtë tek pjesa e familjarëve, thotë që një ose disa antar të familjes bujësore nuk mund të kryejnë karimin e pronësisë së asnjë pjese të tokës bujësore që janë në bashkëpronësi të familjes bujësore pa u kryer më parë përpjesëtimi i pasurisë në përputhje me dispozitat e kodit. Pra, nëse një familje ka 1 hektar gjysmë, 2 hektar, po them 2 hektar, dhe janë 5 veta antarët e familjes, pa qenë 5 dakord që do ta shesin dhe do firmosin 5, nuk mund kryhet transaksioni, nuk mund ta marrë. Tani bëj një pyetje tjetër unë këtu, se me tokat ne nuk po gjejmë karar, po nëse kjo prona është me AMTP dhe pa certifikat pronësie dhe është le të themi në emër të 4 individëve që janë motra dhe vëllezër, dhe këta individ kanë krijuar familjet për kacë dhe më pas kanë dhe fëmijë. Çfarë ndodh në këtë rast? Ajo është e atyre të 4-ve dhe trashëgimtarëve se ta shpjegojnë avokatët. Çfarë ndodh në këtë rast? Pra kanë qenë certifikate në linjë. Kur është përfituar pronësia apo jo? Tani pronar është ai që ka qenë në certifikatën familjare të 91-shit. Në momentin që është pronar ai që është i 2005-s po i themi. Pra fëmijët në këtë rast nuk është se ka ndonjë nuk hyn në punë në këtë gjë. Përfitojnë në rastin konkret, pra shikohet se kush është pronar të certifikata e aktit të dhënies së pronësisë. Dakor. Ç'është që përshtuar tjetër në këtë rast? Që t'ja u themi qytetarëve që janë, domethënë, ata që kanë tokë bujësore. Ne nuk jemi kundër zhvillimit të bujësisë, por këtu duhet të ndalohemi, domethënë, të pikë pjesa e projekt planit. Më kupton, në rastin e një investor i huaj, vjen në Shqipëri me një plan konkret, bujësor, mendoj që ka ndikim edhe të blegtoralit. Pra blegtoralet nuk e di në rast se kemi një ligj specifik, po i themi për të huaj për zonën e blegtorale, po ne në rastet konkrete kemi pas biznesmen të cilët biznesmen të huaj, që ishin rrjetë e marketeve të mëdhaja në Bashkimin Evropian dhe pjesën e tregut e kishin të gatshëm. Që ai thoshte më lejoti të zhvilloj edhe bujësinë edhe blegtorinë. Në rastet konkrete është kacë tip e ngushtë, sa ai e ka shitjen e prodhimit të vendas, mund të punojës shqiptar, po i themi, mund të sjellin punojës të huaj. Pra, krahas zhvillimit bujësor, të zhvillohet edhe blegtoral, atje. Legislacioni aktual nuk e pengon. Nuk e pengon. E favorizon bilektet. Mund të shkojë Ministrit Bujësisë me plan biznesin sigurisht dhe të kërkoj ku dhe çfarë biznesi do të zhvilloj.
E ka të hapur. Edhe i jepet mundësia të investoj. Qoftë edhe në paketin e madhe që përmendi avokati. Gjitha merret, sepse është i qira. Po ministri padesh me ndërhyr profesorët. Jo, mund ndërhysh. Por mendoj që ministri mund t'ja japin këtu, por kur shkojnë të rret do t'i dalin mbi vendosja. Për vetëm mbi vendosje, po do të dalin pronari trullit, do të tokat e parëve të mimos syti, dhe aty e pengon pastaj se një nga problematikat që do ketë ky ligj, sigurinë juridike e shfaqen të huajt momentin e parë. Unë jam i dashur që të investoj, po ti juridikisht më siguron mua si studi ligjore ose si avokat? Që jam i pastër në investimin tim. Jam i pastër dhe s'kam s'do ke problema. Ka drejt. Cila është nga problematikat më të mëdha që ka sot? Kushdo që shkon blen një tokë, e blen te ky që ka certifikatën e pronësisë sot. Pra me e përfituar nga ligji 7501. Gjithashtu merret vesh dhe me ish-pronarin. Pra ky vetë privatisht sot merret vesh me ish-pronarin, se ndryshe nuk funksionon investimi. Nuk funksionon, praktikisht si funksionon, apo jo. Po kur ish-pronari nuk ka marrëveshje me pronarin AMTP-s, po si funksionon sot, ju e dini më mirë se unë në praktikë se ndeshen ditë për ditë me këto çështje. Pra, çështja është ky ligj po del, pra me kaq vrap dhe me kaq ngutë. Le ta lëm, unë mendoj që duhet lënë dhe duhet zgjidhur shumë probleme të tjera. Pra, çfarë si e sjell në bujqësi ky? Sepse me 2 hektar, çfarë inovacioni do të sjell? Çfarë mekanizmi do të përmirësoj? Çfarë bujqësie do zbatoj? Këtë agroteknologjinë dhe t'i vëmë kushte fikse që nesër ky nëse nuk i zbaton, i prishet kontrata. Nuk e di, pastaj avokati ta thotë, ai e ka bler, ja prish dot ajo. Po ja do ta pyes me avokatin për këtë, po në këtë pikë, a nuk duhet bëhet edhe një studim se për çfarë kemi nevojë ne që duhet zhvillohet bujqësia, sepse mund të vi për shembull të bëj bujtina. Ne jemi mbushur plot me bujtina. Dhe po investojnë ata që janë, le të themi, shtetet shqiptar kanë investuar në bujtina në gjithë vendin. Pra, çfarë nevojitet Shqipërisë për të qenë konkurruese, qoftë në Bashkimin Evropian, po qoftë brenda vendit? Duhet të ketë një orientim të saktë në projekt ligj. Një nga sfidat e mëdha që ka bujqësia shqiptare, përveç problemeve fragmentarizimit, krizë demografike, mekanizmit, inovacionit, kanalet ujitse, kulluese, problematikeve të tokës e tjerë, është plotësimi standardeve të BE-s. E tha dhe kryeministri bile. Një nga kriteret që ne jemi më mbrapa, plotësimit tani që jemi në kuadrin e aderimit në Bashkimin Evropian, janë plotësimi standardeve të sigurisë ushqimore të BE-s. Sigurisht, nuk shkojmë dot te standardet. S'kemi gjurmëshërinë e tjerë. Pra, çfarë si e sjell ky një investitor i huaj? Hajde më t'i japim derën, jo 2 hektar, po t'i japim 20. Por çfarë zgjidh? Që ta zgjidhë ato problematika që kemi në bujqësinë, ta fuqizojë sektorin realisht. Sepse me të njëjtën gjë, atë që tham pak përpara, Eli, tham që t'i analizojmë mirë çfarë u bë. Sepse ne gjithmonë bëjmë një gjë dhe e harojmë mbrapa, se do bëjmë të trend dhe harojmë bëjmë analizë, nuk themi mbi bazën se çfarë nuk funksionoi që të marrim këtë iniciativë. Gjitha politikat publike kështu ndodh. Po. Hajde në këtë rast, çfarë nuk funksionoi, ne kemi dhënë toka me qira. Nuk ka funksionuar derisa shteti do të tirë jap. Qartë. Cila është arsye që s'funksionoi dhe çfarë duhet të plotësoj dikush tjetër që të vi, ndaç me pronësi, ndaç me qira, ndaç me njërin tjetër. Meraku që kemi është se si duhet përmirësojmë standardin. Pra standardin e prodhimit, sigurinë dhe cilësinë ushqimore, të dyja. Tani, ajo që thatë ju, mund të ndërhyjë shteti për revokimin e kontratos, apo, I don't know, në qofse nuk e bën atë që duhet të bërë sipas këtij ligji? Shteti mund të ndërhyjë në revokimin e kontratës, po has probleme me gjykatat pastaj, se personat shtetësit e huaj do t'i drejtohen fillimisht gjykatave shqiptare, pastaj atyre ndërkombëtare. Në moment që ajo është titulli i pronësisë, ti si shtet ja bën revokimin, po ai të godet në gjykata ndërkombëtare, pastaj do kesh problematikat e tjera. Po nëse është e parashkruar në kontratë që nëse ti nuk e përdor këtë tokë për qëllimin e caktuar për cilin ke sjell planin e biznesit, e ke bler dhe do ta përdorësh, atëherë le të themi anullohet dhënia e titullit të pronësisë. Po marr, unë nuk jam avokate, po e presupozoj nga projekti. Tani prandaj dalim te pjesa e sigurisë juridike për shtetësit e huaj që në fillim. Pra, pjesën ti kur më vjen me një projekt plan, unë projekt planin do ta monitoroj jashtë masë me strukturat shtetërore që kem për vete. Po. Pra, në si klauzol, unë si shtet po ta jap mundësinë e investimit
në tokat bujqësore shqiptare, po ke edhe disa kritere. Dhe për caktimi kritereve, tani aja është projekt ligjit akoma në base nuk ka në praktikë eksakte nga organet ligjzbetuese shqiptare, por të kriteret, në fund fare, i vendosë edhe disa kritere. Në rrasë ti nuk plotësojnë kushte 1, 2, 3, për këto kushte që shteti shqiptar po të jep për t'i plotësuar, të bëhet revokimi dhe një klauzol të vogël juridike që të humbë të drejtën e pronës. Pra funksionon? Mendoj që duhet funksionuar të sankcionimet, patjetër. Po, nëse vendos në kontratë, ai mund ta humbasë të drejtën e pronësisë në rastet që nuk e zbaton siç duhet atë kontratë. Siç kam referuar edhe shteteve të Bashkimit Evropian, pra tokat bujqësore, shtetet e Bashkimit Evropian nuk t'i japin zona strategjike, nuk t'i japin pika kufitare, nuk t'i japin afër bazave ushtarake. Po, kishte këtu kufizime të tilla. Kishte kufizime të tjera. Pra në rast se ti dyshohet nga organet ligjzbatuese se marrjen e tokës bujqësore po e përdor për pjesë të tjera, po i themi, ose për të tjetërësuar më njëherë, shteti shqiptar të ndërpret kontratën, si që veprojnë me Bangresin, ose me kemi raste të tjera pastaj. Por nuk është kontratë, ma ishtë pronar, përse e ka blerë tokën. Po prapa, ai i drejtohet gjykatave ndërkombëtare, ku të merr të gjithë investimin dhe janë merr shteti shqiptar. Pra, në një farë mënyrë shteti shqiptar godet veten përsëri pastaj. Prandaj duhet. Unë do të pyesja në këtë pikë, është më mirë ky lloj projekt ligji apo është më mirë dhënia me qira e tokave bujqësore, ndoshta edhe me jo siç është bërë deri më tani, po ndoshta me kushte më të lehtësuara apo me mekanizma të tjera për t'u hapur dyert të huajve. Ju e tha që është kushti i Bashkimit Evropian, sigurisht, por cila do të na shërbente më shumë neve si qytetar, si Shqipëri, si vend, si ekonomi. Nuk është që e revokon atë ligj. Dhënë me qira, ne kemi fuqi. Pra nuk e mbivendosin njëra tjetrën. Fare. Ky është një shtesë në drejtimin e menaxhimit të tokës, sa më racional po them. Pra, për të bërë këtë gjë, çështja është çfarë risie do të sjell. Dhe që mos kemi probleme, sepse deri këtu, kur e ke dhënë me qira, është me qira e kanë përdorim, nuk ka problem. Kurse këtu po bë pronar, pastaj tjetër ka të gjithë drejtat. Shkon në gjykata ndërkombëtare, siç thot avokatit, është pronari i tokës. Në praktikë, investorët e huaj nuk është se janë penguar që të zhvillojnë absolutisht. E kemi ne referuar ligjit të pronës për shembull të Zvicrës, disa shtete me legjislacion të fortë ligjor, aktin e dhënies së pronës, titullit të pronësisë nuk e kanë përhershme. E kanë 99 vjetë, se cikli jetese konsiderohet që Paka shumë ai modeli që përdorim në Shqipëri për dhënien me qira, pra që nuk kalon përfundimisht si pronari i tokës. Ai që ka dëshmë zhvilluar biznes, mendoj edhe e ka zhvilluar. E ka zhvilluar nëpërmes SHPK-ve, nëpërmes aksioneve indirekte ose personave të ndërmjetëve, ju është dhënë mundësia që të zhvillojnë qoftë edhe bujqësi, qoftë edhe zhvillimet e tjera të biznesit. Të huajt kanë të drejtë që blejnë apartamente, po jo truall. Por rastin konkret... Dua të rike kjo që thot avokati dhe shumë e drejtë. Po marë Izraeli, shteti me bujqësi, një nga bujqësit më zhvilluar në botë, mos themi Maja. Tokën e ka shtetërore, nuk ka tokë private, e ka shteti, ti ke në përdorim. Sigurisht që nuk e merë, nuk e bërë, ka ato legjislacione vetë, pra nuk e pengon zhvillimin, duhet të toka shtetërore, pra duke qenë në pronësi shtetërore, po duke u kthyer në pronësi vetëm private, që ne ngrime. Kemi detyrime, hajtë ta bëjmë si gjithë Europa. Ta bëjmë me sanksione shumë forta. Ju e thatë shumë mirë. Greqia ka sanksione shumë forta. Nuk lejon zona kufitare. Një shqiptar shkon në zonat e Çamërisë dhe dojtë blej tokën e vet, nuk e lejon ligji grek. Një huaj, një anglez, francez, italian, nuk blen dot në ishujt në Greqi, sepse i ka zona gjeografike, i ka ndarë. Pra, dhe ky projekt ligj mund t'i ndajmë në zonat ku nuk lejohet dhe ku ne nuk duam të zhvillohet. Që ka ato frikën. Mendoj se revokimin në rast se ti si shtetet shqiptare do që të blesh pronë në Greqi ose në zonat e caktuara, ai të klasifikon direkt shërbimet e inteligjencës ose shërbimet informative të asaj zone të konsideron për rrezikshmëri për rendin dhe sigurinë. Që tipu i cënon identitetin kombëtar. Nuk lejon zona kufitare. Dhe të bën edhe urdhër dëbimi për një 10 vjet ose. Ne jemi Amerika për shkak e ka të ndaluar për vendet që nuk janë mike, thotë. Nuk mund blej tokë në Amerikë,
një kines, ose një... Po, është ajo që tha avokati që duhet jetë të qëndroj aty ku e shet dhe jo të Në moment se pajisë me certifikat të nësie, ti si shtet nuk e ndalon do të se të kjetërsoj të një... Absolutisht jo. Përveç klauzolave që mund përcaktosh në to. Tani, ne jemi gati për të bërë të temi kadastrën fiskale, ku të gjitha tokat të jetë të regjistruara, por edhe ato që janë i takojnë individëve të caktuar të kalojnë në pronësi të tyre. A rrezikon ky juridikisht ky projekt ligj pa u përmbylli gjithë procesi kadastrës fiskale dhe gjithë qytetarë që kanë pretendime mbi tokën të marrin tokën që u takon? Atëherë, këndvështrimin tim juridik mendoj se shteti kadastër shqiptare ka punë me pajisjen e certifikatave të pronësisë dhe me zgjedhjen e konflikteve gjyqësore. Pra, sistemi gjyqësor, gjykata e apelit, pavarësisht se është një stoqe, ne kemi raste konkrete që gjykata e apelit, sidomos në konflikteve të pronës, po shqyrto akoma të 2017-ës. Pra ti ke pothuajse 6 vjet konflikt me pronësi që nuk je shprehë si vendim gjyqësor për këtë truall. Po. Tani, procesi, po i themi në rastet konkrete, a përbën rrezikshmëri juridike, po. Juridike, pa diskutim që po. Po. Pa diskutim që do bëj një rrezikshmëri juridike dhe një përplasje shumë të madhe, beles për kundra, si do rrisë edhe numrin e proceseve gjyqësore dhe do rrisë edhe ngarkesën e gjykatave administrative. Pra, rekomandon që të mbyllet njëherë cikli... Rekomendoj që të mbyllet cikli i lejeve të legalizimit të pajisje me titullin e certifikatës pronësisë, për të gjitha lejet e legalizimeve për fitimin e truallit nëpërmes VKM-ve të shpronësimit apo ligjit për legalizimeve, dhe një ndrejtim të 7501-shit, pra ose shfuqizimin, ose ndryshimin, ose përfundimin të shfuqizimi, në kupton për personalisht, por dhenjen kapak të këtyre, pastaj mund t'i linë e drejta që të fitojmë të huaj, që të pajisën edhe me certifikata. Shumë qartë. Profesor, një pyetje të fundit për ju. Çfarë do sjelli më shumë ky projekt ligj? Mund të sjelli le të themi humbje kontrolli mbi tokën, apo do të sjellë më shumë investime dhe zhvillim të bujqësisë dhe çfarë rekomandoni ju për të shtuar, për të hequr në optikën tuaj? Ne kemi të drejtë të japim le të themi rekomandimet tona për sa kohë në konsultim publik. Për mendimin tim që duhet hequr, kur thot person fizik, pra një individ i veçantë mund vit blej tokë. Duhet hequr, duhet jetë biznes, kompani juridik. Po them, vendet fqinje, Maqedonia, Malizi e kanë ndaluar, nuk lërën person fizik. E kuptoj, pra sa mund të zhvillojë një person fizik? Person fizik ai mund gjej 100 vet atje dhe i sjell këtu dhe thotë ja ku i kam dhe i ka ai de facto. Qartë. Shkojnë andej pastaj bëjnë një transaksion e bëhet e para. E dyta, ky ligj do duhet të shtrëngohet sidomos tek plani i biznesit që do sjelli përpara se ta blej tokën bujqësore. Pra, çfarë risie sjell? Çfarë inovacioni ka, çfarë bujqësie do bëj dhe duhet të ketë kritere strikte mbrapa që nuk mund të lëviz nga këto. Duhet të sjelli bujqësinë smart. Se ndryshe s'kemi gjë, atëherë çfarë po na sjell? Se mund vi dikush dhe bën një bujqësi konvencionale, vje këtu të përdor që s'ta shpërndet për asgjë. Dhe e dyta, çfarë do të sjelli në drejtim të mjedisit. Se mos harrojmë, ne kjo është Shqipëria, pra ne kemi tokë shumë pak, kemi mjedis të mrekullueshëm që po e shkatrojmë vetë, është tjetër ajo, po mos vi dikush tjetër që na i shkatrojë më keq, po vetëm na i përmirësoj. Pra duhet të ketë kushte certifikate qarta në këtë drejtim. Tregus dhe që ka vërtet qëllime që të bëj biznes bujqësor real. Jo najer, se kemi shumë të huaj që kanë ardhur, kanë thënë do marr këtë, do bëj këtë, dhe pastaj përfundoj vetëm në gjykata dhe s'dihet çfarë bëhet. Dhe në finale, nëse shtohen edhe këto, le të themi, rekomandime që ju dhat, por edhe të tjera, do sjelli efekt pozitiv apo edhe një lloj humbje të kontrollit mbi tokën? Humbje të kontrollit mbi tokën mund të sjelli dhe duhet atë që thamë që në fillim. Kushdo që të vi, duhet të lidhet me tokën. Që të lidhet me tokën, unë jam atë që të jetë rezident aty. Pra të banoj në fermë. Të ndryshe pastaj ne nuk e komandojmë dot. Ne gjithë nuk ka fermer sot në Shqipëri, ja ku jemi, le të më thotë njëri që ka fermë dhe nuk banon në fermë. Sigurisht. Sepse fermat të do aty. Atëherë. Kështu që kjo duhet të jetë një kusht. Të jetë një kusht. E kanë në vendet e BE-s këtë. Dhe atë që thamë, siç e ka Greqia, ja ku e kemi. Fqinjon Greqisë. Nuk të lejon nishuj. Pra në zona strategjike, zona turistike, pra afër, sepse edhe atë në mes ishull ka ca parcele bujqësore. Ato nuk ishet.
Normalisht mund të tjetërsohen gradualisht. Edhe zona vushtarake për shkakun që mund të Sigurisht, ato patjetër, ato i ka. Profesor, falenderoj shumë për prezencën në studio dhe për mendimet tuaja të vjera. Avokat, falenderoj shumë për prezencën në studio. Nderuar shikues, ju lë takim të hënën e ardhshme bashkë natën e mirë.